Për Sislej Gjafën, të gjithë njëni është një artist i mirënjohur i Kosovës që na ka prezentu në vendet të ndryshme të botës, na ka bërë krenar me punët e tij, jeton edhe vepron në vendet të ndryshme të botës, po me këtë projekt po mundohemi që kokat e lartësuara me i pru në kryeqytet, me i pru në Prishtinë, me i pru në këto zonat në për të cilat tash e sa vite qytetarët i braktisin, mirë po me projekte të tilla, sikurse kjo, me kthimin e një shkolle e cila është zbraz prej fëmijëve, me transformimin e saj në një studio kreative në bazë të ideve të artistit të menjuar Sislej Gjafa, tash edhe po japim një jetë të re këtij vendi dhe jo vetëm. Pra ideja për me zhvillu agroturizmin, turizmin malor, turizmin kulturor, është pikërisht kjo, me e kthy jetën në zonat të cilat janë braktis, mirë po nëpërmjet intervenimeve tash të reja, ku ky intervenim, siç e prezantoi edhe artisti Sislej, ka me pru njerëz prej vendeve të ndryshme të botës, pra të artistë të ndryshëm, funksione të ndryshme, programe të ndryshme që bashkë jetojnë këtu për një periudhë kohore 2 mujore. Në këtë moment ndodhim në këtë shkollën e Rami Sadikut, i cili është një shkollë i cili po mendojmë me kriju, po fillojmë me kriju një farë lifti horizontal drejt kozmosit, po ajo është lift faktikisht si një farë brainstorming, një farë forme që sfidon kreativitetin përgjithësi. Do t'jetë një hapësirë ku do t'jetë në rezidencat e 6 ose 7 individve, do t'jetë për shembull një bujk, do t'jetë një shkencëtar, do t'jetë një pastrus ose pastruse, do t'jetë një filozof, një artist edhe një poet. Pra janë 6. Ata do t'rinë 2 muaj ditë aty, edhe normal poshtë madje do kanë hapësirat për me punu. Për 2 muaj ditë. Ato do t'jetë një advisory board që t'i përzgjedh ata, edhe normal do t'jetë edhe kuzhina ku ata do normal konsumojnë. Ndërkohë që është me rëndësi për neve është me eksploru këtë hapësirë, posaçërisht kur e mendojmë nga me kriju një farë qendre, jo vetëm qendra si Prishtina, me këtë respekt, po do të fshatet si qendër për me kriju, me rivitalizu, për shkak se është shumë e rëndësishme se qendrën na e shpikim. Jemi këtu për të hapur dyert e adresës së re të kreative për Maricën, e cila u zhvillu me mbështetjen e partnerëve tonë strategjik, UNDP-n dhe Qeverinë e Luksemburgut, të cilët i falenderojmë përzemërsisht për mbështetjen e vazhdueshme në ngritjen e promovimit dhe potencialit tonë ekosistem të kreativ. Ajo që po festojmë sot është shumë më tepër se sa rinovimi një objekti. Ky është një shembull i fuqishëm se si objektet ekzistuese mund të rimendohen dhe rilindhen, për të sjellë energji të re dhe një qëllim të ri përmes kulturës, kreativitetit dhe bashkëpunimit. E dim shumë mirë që hapësirat e pashfrytzuara si kjo sot mbajnë potencial të jashtëzakonshëm.